Heroina ime. Është momenti të pyesim Ertugelën nëse kanë ardhur në studio apo jo. Ardit, zonja Mamude ja ka përcjell mesazhin vajzës së saj, Armirës, por ajo ishte e pamundur për të ardhur këtu. Megjithatë, kam kënaqësinë t'ju them që zonjën Mamude e kemi në studio. Eja. Po qke? Pse thua pu, qke? Po ty që për bërdit, për nuk e pa me e këtë vijë këtu. Faleminderit, eja, e dashur, eja. Amen, faleminderit. Ime prenin djeli me në në, prenoj djeli. Urdhëro, ullu e dashur, ullu. O, djallur, porosh. Po si të kam? Mirë, djallur. Mirje? Mirë, të falenderit. Na shikon ndonjëherë në televizor? Për dit, Vërtet? për gjdo djeli atje e vete. Të pëlqen programi? Shumë fare, po që do vija këtu s'ma mirë se mendë. Po kush t'ka ftuar? Se di. Nuk ke pyetur njeri? Këtë pys, a fëmita, niprit, a se di. Është sekret që punë. Në ta shofim. O, Zotë, edhe një këtu para se të vdesu djale. Ja të vjen të afërtej një qikë. Në prunë dhe njerë këtu kjarë diti. Po ja pra me qënë se erdhem të mos rrim ashtu largë. Ande? Se kështu duke ndëjtur largë se si duket, e kupton? Shumë më mirë afër. Burosh i botë, si e ti. Unë bukurosh. Ti. Okej. Me si të presim djelen. Digjo, ti thua perëndoj dielli, më lejo të them dhe unë perëndoj dielli. Jo. Le që bukurosh nuk kam qenë kur, por le të themi perëndoj dielli. Jo, ti për 200 vjetë. Si ke patur jetën? Cop me cop. Po pse? Ujtje, shu ka qenë koha më në koha jo. Kuptova. E më? Bashkëshortin nuk jeton më. Ja. Jo. Ke shkuar mirë me të? Pa shumë, mirë. Mirë të. Të mbante në pëllëm të dorës? Qa të mante, kush të mante në të kome me. Pse? Po pse? Ik me vrap e kazme. Të thoshte fjalë të ëmbla shpirti? Po. Të thoshte? Po. Po ti si thoje? Qa dilim në të kone me nëne. Ta shojmë bashkë kush të ka ftuar? Më nëne. Haj ta shojmë një. Ja tje. Kush është? Goca? Gurie, qa do t'i thuash mamit? A i balli jo t'i rrudhur, dhe të faqet të të rrudhur, është rrudhur vetëm nga hallet e mija, mam. Mendimën tuaj, dhe mendimën e mirës, ka marrë deri këtu. E kam fillur jetën 3 herë nga para, mam. Edhe Zotë që kërë tani jam mirë, kemi dhe një nipë që të vogull, jam bërë gjyshe, kam një familje të rregull tani, po me shumë sakrifica. U jam juve mirë jose. U dua shumë, jeni fryma ime, jeni oksigeni ime. Më blunte nga brenda, nuk dhja si ta shpreja. Edhe mami heroin të kabje. Nuk dhja si ta shpreja mami vujtjet e tuja. Quna erdi historia. Mami edhe sot që është 83 vjeç, thot, mere këte për kalamajt. Mere këte për kalamajt. Jam bërë 56 vjeçe, nuk më kanë shteruar çantat me gjëra. Edhe sot, që ajo është t'i qosh një pako kafe, t'i qosh një banane. Mos i tregot gjitha. T'i qosh një pije. Mos i tregot gjitha, thot mami. I lëm ca për vete. Ka shumë jetë. Ka shumë. U jam i rinjos, mam. Tash të më falësh që nuk të tregova, po u jam i rinjos. O dua shumë, pa fund. Edhe unë të dua shumë. Falenderoj Zotin Ardit që ma dha këtë që këtë. Shumë falenderit. Këtë mundësi, këtë dritare ta jep shpirti, ta jep zemra. Ne jemi një program që pasqyrojmë
E kisha ende. Çdo familje, duket sikur familjet shqiptare ne na shohin, por në fakt jemi ne syri i familjeve shqiptare që sjellim dashurinë, problemet, hallet, gjithçka që ju keni. Kështu që kjo është shtëpia juaj, kjo është shtëpia e emocioneve të vërteta shqiptare, dhe ndaj quhet e diela shqiptare, dhe ndaj ne jemi në dispozicion, sepse jemi syri dhe zemra juaj. Shumë faleminderit. Ç'a thua? Shumë faleminderit. Faleminderit ty që më erdhe. Të trepishofti jeta me vete, me nusën e me fëmijë. Faleminderit, shumë faleminderit. Eja na u bashko, gurie, eja. Na do dalja ty ajo me më. Do dali ande nga televizori. Ja ku e ke, ja. Për jeta ime, për shpirti im të... Ka për të vendur në shpirt. Qofshin nderë. Hajde, ta fusim mami në mes. Okej. Shpirti im, shpirt. Heroin të kam mami, heroin. Si i the atyre të mive, kur të erdhen atje, the të bëjmë një kafe. Po ta bëjmë ne një kafe ty tani. Shumë faleminderit. Jam habita. Apo ta bëj unë kafen të ta sjellë? Jo. Të betohem. Jo. Lërë se do ta bëj vetë. Jo. Bo, po lërë do ta bëj me duart e mia, publicitet dhe ju bet, do të ta bëj unë kafen, po prit këtu. Qam për dhe këtu më.